Një nga fenomenet klimatike më të fuqishme të planetit po fiton forcë në oqeanin paqësor dhe këtë herë sinjalet janë të pazakonta. El Niño i vitit 2026 mund të shndrohet në një nga më të fortët e regjistruar ndonjëherë. Administrata kombëtare oqeanike dhe atmosferike e Shteteve të Bashkuara vlerëson me më shumë se 90% mundësinë që fenomeni të arrijë kategorinë shumë i fortë gjatë vjeshtës dhe dimrit 2026-2027. Parashikimet e Met Office britanik shkojnë edhe më tej. Temperaturat e sipërfaqes së detit në një zonë kyçe të paqësorit janë aktualisht më shumë se 2 gradë Celsius mbi normalen dhe mund të kalojnë 3 gradë më vonë gjatë këtij viti, ndërsa El Niño i afrohet kulmit. Nëse kjo ndodh, do të ishte një situatë pa precedent në të dhënat moderne që regjistrohen që prej vitit 1950 dhe sipas Met Office, potencialisht ngjarja El Niño më e fuqishme që nga shekulli 19. Sinjalet vijnë edhe nga thellësia e oqeanit. Në disa zona rreth 100 metra nën sipërfaqe, temperaturat janë matur deri në 8 gradë Celsius mbi normalen, duke krijuar një rezervuar të madh nxehtësie që mund të ushqejë dhe ta forcojë më tej fenomenin. Por çfarë është El Niño? Është një fenomen natyror klimatik që shfaqet zakonisht çdo 2 deri në 7 vjet dhe mund të zgjasë rreth një vit. Në kushte normale, erërat mbi paqësorin tropikal shtyn ujërat e ngrohta drejt perëndimit. Gjatë El Niños këto erëra do bësohen ose ndryshojnë drejtim, duke lejuar që masa të mëdha uji të ngrohtë të zhvendosen drejt lindjes. Nxehtësia e akumuluar në oqean çlirohet më pas në atmosferë, duke ndikuar temperaturat globale dhe duke ndryshuar qarkullimin atmosferik dhe shpërndarjen e rreshjeve në pjesë të ndryshme të botës. Pasojat nuk janë të njëjta kudo. Në vitet me El Niño, pjesë të Azisë Jugore mund të përballen me rreshje më të pakta, ndërsa në Australi dhe në veri të Amerikës së Jugut mund të rritet rreziku i thatësirave dhe zjarreve. Në zona të tjera, përfshirë Perun, Ekuadorin dhe jugun e Shteteve të Bashkuara, shtohet mundësia për rreshje të dendura dhe përmbytje. Shenjat e para të ndryshimit të modeleve të motit po shfaqen tashmë, ndërsa musonet në Indi kanë regjistruar rreshje në normalen dhe aktiviteti uraganeve në Atlantik është frenuar. Këtë herë megjithatë, El Niño po zhvillohet mbi një planet që tashmë është më i ngrohtë. Shkencëtarët theksojnë se nuk ka prova të qarta që ndryshimet klimatike po i bëjnë këtë ngjarje më të shpeshta, por temperaturat më të larta të oqeaneve dhe atmosferës mund t'i bëjnë pasojat e tyre më ekstreme, duke shtuar rrezikun e valve të nxehtit, rreshjeve intensive, thatësirave apo zjarreve. Po Shqipëria, ndikimi El Niños në Europë dhe në Mesdhe është më i tërthort se në rajonet pranë paqësorit. Fenomeni nuk nënkupton automatikisht një dimër të lagësht, përmbytje apo temperatura rekord në Shqipëri. Megjithatë, ndryshimet që shkaktojnë qarkullimin atmosferik global mund të ndikojnë edhe trajektoret e sistemeve të motit mbi Atlantik dhe Europë, ndërsa parashikimet sezonale sinjalizojnë temperatura mbi normale në Europën jugore. Për Shqipërinë, shqetësimi lidhet kryesisht me mundësinë që periudhat e nxehta të kombinohen me episode rreshjesh intensive. Në një vend të ekspozuar ndaj përmbytjeve, lëshqitjeve të dheut, thatësirave dhe zjarreve, çdo rritje e ekstremeve të motit mund të shtojë rrezikun. Dhe ndikimi më i madh i këtij El Niño mund të mos kufizohet vetëm në vitin 2026. Met Office paralajmëron se në ndërthurje me ngrohjen afatgjatë të klimës, fenomeni mund ta shtyjë temperaturën mesatare globale edhe më lart, duke bërë vitin 2027 një kandidat të fortë për vitin më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Një rekord i mundshëm që do të ishte rezultat i ndërthurjes së 2 faktorëve, një El Niño jashtëzakonisht i fuqishëm dhe një planet që vazhdon të ngrohet.